Skaj rrugës më 1999 dolën për të parë se çka ju shpëtoi pa u shkatruar nga bomba që ju montua në prag të derës. Njëjtë në lagjen Matiqan të Prishtinës u mblodhën sërish veç kësaj radhe për arsye tjetër. Bashkë ata i bërin një ndjenjë gëzimin nga se i dyshuari për këtë Zoran Stanković, që në atë kohë ishte milic rezerv, do të përballet me organet e drejtësisë së Republikës. Atë se çka ndodhi e pa me sytë e tij Bajram Gashi, që thotë se kishte vërejtur serbin derisa po bëhej gati për shpërthimin e minës. E ka lënë makinën një qenish, tjetri kërë ka prit më poshtë. E ka pa kur ka i, e ka lënë këto, ka dalë pikë kërët, ka ym tjetrin kërë dhe e kanë aktivizu bombën. Kështu ka qenë tmerr. Për me pak, lagja ka qenë shumë e tmerrueshme. Zhurma e madhe që u dëgjua në krejt mahallën edhe dëmet i pati të tilla. Madje shpërthimi shkatroi edhe një shtëpi aty pranë, në të cilën po strehoheshin rreth 50 civil shqiptar, gra e fëmijë. Djalin e kam pas 3 vjeç fëmin, gjamat na foka këtë gjamin për mi peshek kishin ra. Se flajtë kom, për mi peshek, ne çish e kam mjek, dias vetë shëm dal, pe peshikit pe timit, po për fëmijë bëj shumë marak, se sa për vetë se kisha go probleme në atë punë. Po, për fëmijë bëj shumë marak. I kena pas shumë fëmijë 50 vetin kon. Dëshmitarët thonë se kishin parë Stankovićin që pas shpërthimit kishte gjuajtur edhe me armë nëpër lagje. Për traumën e stresin që u shkaktoi, shpresat i kanë fort të mëdha që do të marrë dënimin meritor. Besoj në drejtsinë e Kosovës, që do të merr masat e duhura. Zoran Stanković është arrestuar të hënën në Merdar, ndërkaq nga e marta me vendim të gjykatës themelore në Prishtinë u dërgua në paraburgim për 30 ditë. Ai dyshohet se maltretoi e kanosi shqiptar gjatë periudhës prill-maj të 99-s nëpër Prishtinë.